Krejt këta njerëz janë kundër Aleksandar Vučić. Protestuesit këtu në Beograd, por edhe në qytete tjera të Serbisë, i treguan atij që nuk e dëshirojnë më si president të këtij vendi e as partinë e tij në qeveri. Për dallim nga shumë protestat e kaluara, që eskaluan në dhunë, kjo e pas drekës të së mërkurës ishte e qetë. Marshuesit në të gjitha qendrat e Serbisë shkuan afër stacioneve të trenit. Kjo për të nderuar 16 viktimat e tragjedisë së nëntorit 2024 në Novi Sad në 11 mujorin e vdekjes së tyre. Ata pësuan pasi u ra platforma e stacionit të trenit në atë që dikur ishte kryeqytet i krahinës autonome të Vojvodinës, që në kohën e Jugosllavisë kishte status të njëjtë me Kosovën. Protestuesit thonë se ajo u rrëzua për shkak të ndërtimit të lig, që rezultoi nga afera korruptive në këtë projekt në cilin ishin përfshirë edhe kompani kineze. Kjo tragjedi është shfrytëzuar nga të pakënaqurit, shumica dërmuese student që të kërkojnë drejtësi për këtë rast, por edhe zgjedhje të reja parlamentare me besimin se do ta largojnë nga pushteti Vučićin, të cilin e akuzojnë për stimulim të lulëzimit të krimit e korrupsionit e po ashtu edhe për shkeljen e lirive demokratike në Serbi. Mendoj se ngadalë po futemi në fazën e diktaturës, mira veta janë arrestuar e po aq akuza penale janë bërë kundër njerëzve që po protestojnë paqësisht, ndërsa që ende askush nuk është akuzuar për tragjedinë në stacion të trenit. Ka shumë vite që jemi nën presion të madh që ne po zhytemi thellë më thellë, por besoj që së shpejti do të ngrihemi nga balta në të cilën jemi zhytur dhe përfundimisht do të e frymojmë të lirë. Vučić ka mohuar krejt akuzat e studentëve, duke thënë se ata janë të shtyrë nga opozita serbe dhe perëndimi. Për këtë të fundit, thotë se po bën çmos ta largojë atë nga pushteti. Serbia kërkon zyrtarisht antarësim në BE, por procesi ka ngecur prej vitesh. Por derisa kanë negociuar me Brukselin, Vučić ka mbajtur marrëdhënie të ngushta me Rusinë dhe Kinën.